Sezona e gripit duket se është duke përfunduar. Në repartin e pediatrisë në Spitalin e Gjakovës, doktoresha Shqipe Nushi Gojani tha se gjatë periudhës së fundit fluksi i pacientëve ka qenë i lartë për shkak të gripit, mirë po aktualisht situata është më e qetë. Për shkak të virusit gripit, numri i fëmijëve që kanë qenë të hospitalizuar në repart ka qenë më i lartë, krahasim me tash, ku gjendja në repart, të më thonë, numri është shumë më i vogël, të më thonë, gjendja është më e qetë, edhe pritet të jetë edhe më e qetë, për shkak se tash më vetëm hymë në sezonën e pranverës. Doktoresha Nushi Gojani ka treguar edhe disa nga problemet shëndetësore më të shpeshta të pacientëve të cilët hospitalizohen në pediatri. Fëmijët që janë të shtrirë, kryesisht dominon me temperaturë të lartë, ka edhe nga sistemi i tretës, do më thonë që janë fëmijët me kjellje, me varkëqitje, dehidrim, pastaj me kolitje, me pezmatime të rrugëve të frymarrjes, infeksione urinare, do të kemi simptomatologji të ndryshme, diagnoza të ndryshme. Doktoresha Nushi Gojani gjithashtu vuri theksin edhe të menaxhimi i medikamenteve për pacientët për gjatë periudhës së fundit kohore. Sigurisht këto preparate të bazë të cilat i përdorim janë të pranishme, ndërkaq ato të cilat mungojnë, prindërit janë të detyruar t'i blejnë, edhe kështu kombinohemi, domethënë. Ajo apeloi për kujdes të shtuar nga prindërit duke theksuar rëndësinë e vaksinimit dhe ndjekjes së rekomandimeve mjekësore për të parandaluar përhapjen e infeksioneve dhe për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve.